Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi një mesazh nga Qytetari Digjital ku pretendon se ka informacione mbi vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi, i cili jeton prej 20 vitesh në Shqipëri. Rendi është në duart e kriminalëve të pushtetit. Vritet biznesmeni italian Edoardo Sarçi që jetonte prej 20 vitesh në Shqipëri. Vrasësi është Gazmend Braçe, nipi i Gramoz Ruçit dhe miku i Tërmet Peçit, shkruan Sali Berisha në mesazhin e tij. Kreu i Partisë Demokratike i shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Sarki dhe dënon aktin. Shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera familje Sarki dhe dënoj me forcë të madhe këtë akt të shëmtuar kriminal të vrasësve të lidhur me pushtetin që përbëjnë një herazi një goditje të rëndë për biznesin e huaj në Shqipëri. Sipas denoncimit të Berishës, i dyshuari për këtë ngjarje ka precedent të shumtë kriminal, nga vjedhjet, grabitjet, plagosjet me armë deri te kultivimi i hashashit. Ai shoqëron mesazhe me një video ku shfaqet ish kryetari i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi në praninë e Edi Ramës, në të cilin është i pranishëm edhe i dyshuari për vrasjen e 44 vjeçarit italian. Denoncimi i Berishës vjen në një moment kur vëmendja ndaj sigurisë së biznesit të huaj në Shqipëri dhe lidhjeve të krimit me pushtetin është rritur dukshëm, duke shtuar tensionet politike dhe debatet mbi përgjegjësitë e institucioneve.